Deri në vitin 2027 pritet të jetë funksionale dritarja vetme kombëtare doganore, një sistem digital që dokumentacionin në letër e konverton në të dhëna digjitale, duke lehtësuar ndërveprimin e operatorëve ekonomik me institucionet shtetërore. Është një platformë në cilin të gjithë bizneset ose çdo operator ekonomik do mundet të ndërveprojë vetëm me një institucion që do jetë nën administrimin e doganës, dritarin e vetëm unikëve, në raport me gjitha institucionet e tjera që kanë lidhje. Heqim çdo lloj ndërveprimi më pas të operatorit ekonomik me punojësit e doganës ose të institucionet tjera shtetërore që kanë lidhje me zhdoganimin e mallit. Ne kemi filluar në fakt projektin tashmë me financim të Bankës Botërore, i cili po bën të mundur zhvillimin e software-it që duhet për funksionimin e dritares vetme unike, ndërkohë është hartuar dhe baza ligjore e nevojshme dhe është në proces të miratimi. Në planet që kemi është për rreth një vit e gjysmë që duhet të përmbyllet gjithë ky proces. Veç krijimit të dritares unike, Drejtoria e Doganave po punon edhe për të hequr disa tarifa doganore për bizneset. Ne jemi në fazën ku kemi marrë disa masa tjera për të hequr dhe ato kosto, barrierat vogla që biznesi ka kur ndërvepron me doganën, që duhet paguar disa tarifa, që është tarifa për shembull për peshimin ose për plumçet që i vendosen. Ne kemi bërë propozimin e Ministrisë së Financave së fundmi që të hiqen edhe këto barriera, tarifa, edhe duke parë në konsiderat që vlera monetare që arkton shteti nuk është domosdoshmërisht aq e madhe, po nga ana tjetër krijon një ndërveprim ndërmjet doganierit dhe operatorit ekonomik, shoferit, përfaqësuesit, kushdo qoftë, që shpeshherë çon pastaj edhe një marrëdhënie jo të përshtatshme. Për të luftuar korrupsionin ku mund të përfshihen doganierët, ata do të pajisen edhe me kamera trupi që do të dokumentojnë me video dhe audio çdo veprim që kryhet, po ashtu po punohet që grupet e antikontrabandës të pajisen me dron për të pasur një kontroll më të mirë të territorit në distancë.